Në Vlorë kanë rifilluar me ritme të përshpejtuara punimet për rikualifikimin urban të zonës së plazhit të vjetër, pjesë e projektit të zgjeruar të Lungomares. Ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore dhe turistike që po e shndërron aktualisht qytetin bregdetar me mbështetjen direkte të qeverisë shqiptare. Pas një ndërprerje të përkohshme, kantieri është rikthyer në aktivitet të plotë dhe punimet po ecin me intensitet. Synimi është që kjo fazë e re të përfundojë brenda afateve të parashikuara në mënyrë që zona të ofrohet qytetarëve dhe turistëve sa më shpejt. Në vend të ndërtimeve të vjetara dhe infrastrukturës së amortizuar, tashmë ka nisur punimet me një hapësirë moderne dhe funksionale që përfshin trotuar të gjerë, shtigje për biçikleta, ndriçim LED, zona të gjelbra, ulëse publike, si dhe element dekorativ që i japin identitetin e një qyteti bregdetar europian. Ky investim nuk është vetëm një projekt ndërtimi, por një ndërhyrje strategjike për zhvillimin afatgjatë të qytetit. Synimi është rritja e cilësisë së jetesës për banorët vendas, por edhe nxitja e turizmit gjatë gjithë vitit. Rikualifikimi i plazhit të vjetër është pjesë e një vizioni më të gjerë të qeverisë për transformimin e të gjithë vijës bregdetare shqiptare, duke e bërë atë më të aksesueshme, më të pastër dhe më tërheqëse për vizitorët vendas dhe të huaj. Banorët e zonës dhe bizneset pranë vijës bregdetare e kanë pritur me optimizëm rifillimin e punimeve, duke shprehur shpresën se përmirësimi i infrastrukturës do të sjellë më tepër vizitor si dhe zhvillim ekonomik për zonën. Nga ana tjetër, autoritetet lokale janë zotuar për mbikëqyrje të rreptë të cilësisë së punimeve, si dhe respektimin e afateve. Vlora tashmë e njohur për lungomaren moderne në pjesën jugore të qytetit, do t'i shtohet edhe një pjesë tjetër destinacion tërheqës Buzdetit, i cili jo vetëm do të ruajë identitetin historik të plazhit të vjetër, por do ta transformojë atë në një hapësirë bashkëkohore dhe më të gjallë për komunitetin.